të huajt dhe ndërkombëtarët nuk po na lënë vetëm. Megjithatë, kjo mbështetje për reformën drejtësisë dhe në fakt për qytetarët e Republikës së Shqipërisë sigurisht që ka një çmim. Edhe kush është çmimi? Çmimi është tallja me ne. Çmimi është shmontimi i këtij parlamenti. Çmimi është përçmimi i kësaj klase politike. Çmimi është ndëshkimi i kësaj klase politike. Edhe në fund fare çmimi është shfarosja si specie e kësaj klase politike. Me sa duket kjo do bëhet përmes reformës në drejtësi. Shikoni çfarë ku e solli veten ky parlament. Ambasadorët vinë në grupet tona parlamentare për të na bindur se duhet bëjmë drejtësi. Në syrin e shqiptarëve dhe të botës kjo do të thotë troç, që ne nuk duam bëjmë drejtësi, po detyrohemi të bëjmë reformën në drejtësi. Çka në fakt është e vërtet, paktën si perceptim. Kjo është një ditë në të cilën provohet që Parlamenti i Shqipërisë nuk ka as fuqi, as dinjitet, as mundësi për të bërë atë që duhet edhe atë që pritet prej tij. Sot ne po tallemi 2 herë si klasë politike. Një herë po tallemi nga ndërkombëtarët, edhe herën e dytë nga shqiptarët, të cilët kanë të gjitha arsyet besojnë se ky parlament e ka konsumuar orën e vet fundit edhe ka ardhur koha që të ikin në shtëpi. Unë besoj që 3 grupet tona parlamentare sot duhet skuqen. Edhe për hir të vërtetës duhet ta them, unë nuk do doja të isha pjesë e asnjërit nga këto 3 grupe. Megjithatë, kjo klasë politike e meriton deri në fund këtë tallje. Edhe ky do ishte fundi i vet më i denjë dhe më i arsyeshëm. Siç do thoshte Churchilli në këtë rast, ky nuk do ishte fillimi i fundit, ky do ishte fundi i fillimit. Të huajt po i heqin mundësinë kësaj klase politike të caktojë gjyqtarët dhe prokurorët e vet, çka ka ndodhur për 25 vjet. Edhe për ta përfunduar, duhet të them që me sa duket, koha e sadistëve, ka përfunduar.